predsjednik suda u Mitrovici i uz pozdrav panelistima. Në 7 nëntor të vitit 2022, kryetarja e gjykatës themelore të Mitrovicës Liliana Stevanović njoftoi se dha dorëheqje nga ky post. Kjo si pjesë e largimit kolektiv të serbëve nga institucionet e Republikës së Kosovës në pikun e krizës në veri të vendit. Në fakt, Stevanović ishte suspenduar në muajin mars të atij viti, kjo pasi që Klan Kosova raportoi ekskluzivisht se ajo mori pjesë në një takim të strukturave të sigurisë së Serbisë në Beograd që u thirr nga presidenti atjeshëm Vučić. Zonja në fjalë jo, me që tashmë është deputete e kuvendit në ardhje, por disa kolegë të saj nga gjykata e Mitrovicës që dhanë dorëheqje më 2022 kanë kërkuar rikthim në vendet e punës që veti bojkotuan. Kërkesa e tyre për rikthim ishte pikë e rendit të ditës në mbledhjen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës këtë të premte, por në mungesë të kuorumit ajo nuk u shqyrtua fare. Ndërkohë të njëjtën ishte zyra e Bashkimit Evropian, ajo që u bëri thirrje të gjitha partive politike që të përmbahen nga presioni ndaj KGK-s. BE-ja kërkoi që anëtarët e këtij këshilli, siç u tha, të mos i ekspozohen presionit gjatë vendimmarrjes së tyre. Vetë përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas, kur vizitoi Kosovën në muajin maj të 2025-s, kishte vizituar edhe gjykatën në Mitrovicë, nga ku thoshte se Bashkimi Evropian pret kthimin e gjyqtarëve nga komuniteti serb. Është me rëndësi të jem këtu në veri të Kosovës, për të parë se çka në të vërtetë po ndodh në terren dhe çka po thonë njerëzit, sepse ka narrativa të ndryshme. Vizitova gjykatën e cila po punon dhe po pret që gjyqtarët serb të kthehen. Se cili do t'jetë vendimi i KGK-s, do të kuptohet në mbledhjet e ardhshme. Por është Këshilli Prokurorial i Kosovës ai që tashmë e ka marrë vendimin për prokurorët. Kërkesa e këtyre të fundit për rikthim në vendet e punës është refuzuar. Ky vendim i KPK-s u dekretua edhe nga presidentja në detyrë Albulena Haxhiu, çka edhe solli reagime të ashpra nga BE-ja dhe disa vende aleate të Kosovës. Kjo duket se nuk është në përputhje me